SBA godet mbi 80 objektiva në Iran. Tensionet shpërthejnë sërish në ngushticën e Ormuzit. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një valë të re sulmesh ajrore ndaj Iranit, duke goditur mbi 80 objektiva ushtarake pasi Teherani sulmoi 3 anije në ngushticën e Ormuzit. Sipas komandës qendrore të SBA-s, u goditën sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët, qendrat e komandës, raketat kundër anijeve dhe mbi 60 mjete lundruese të Gardës Revolucionare. Presidenti Donald Trump ndodhej në samitin e NATO-s në Ankara kur u kryen sulmet, ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i cilësoi ato si plotësisht të nevojshme, duke akuzuar Iranin për shkeljen e arpushimit. Teherani reagoi menjëherë duke paralajmëruar se do të ndërmarrë çdo masë të nevojshme dhe se nuk do të lejojë askënd të kontrollojë ngushticën e Ormuzit. Pas sulmeve, Bahreini aktivizoi sirenat e alarmit për raketa, ndërsa Kuvajti njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore po përballeshin me sulme me raketa dhe dron, duke rritur frikën për një përshkallëzim të ri të konfliktit në lindjen e mesme.